hapim një dritare të re për të gjithë ata që kanë ambicien të kontribuojnë në sektori publik. Është një dritare e unifikuar, ku siç e prezantuan ministret, jepet një pamje në 360 gradë e të gjitha mundësive të punësimit në sektorin publik, jo vetëm për shërbimin civil, po për gjithë punonjësit në sektorin publik. Dhe nga ana tjetër i krijohet mundësia në kohë reale kujdo që synon të kontribuojë në sektorin publik, që jo vetëm të ketë një pamje të vendeve në dispozicion aktualisht, por dhe të ndjek në dinamik se si shkon një proces i caktuar ku ajo vetë është e interesuar. Është një hap i rëndësishëm sepse krijon më shumë transparencë, krijon më shumë ndërveprim mes individit në kërkim të një mundësie dhe shtetit që ka nevojë dhe prandaj ofron këto mundësi për të mundur të rekrutojë më të mirët, dhe nga ana tjetër përfshin për herë të parë të gjithë sistemin ton publik në një pasqyrë ku të gjitha mundësitë janë të ekspozuara.